lulet dhe objekte që u bëjnë dëm katërputroshëve, maceve dhe qenve. Po, në shtëpit tona kemi shumë lule, shumë objekte, ilaqet që ne mund të përdorim, detergjent, por që neglizhohen më shumë janë lulet, shumë lloj tulipanësh, zambakësh, lili. Ato janë shumë toksike dhe kalojnë në helmim për qent dhe për macet, zakonisht më shumë për macet. Mjafton vetëm ti lëpin macet, ti gëlltisin, të pinë ujin të pjesa vazove. Për shembull, lili është një ndër lulet më toksike, palma sago, edhe shumë lulet të tjera. Mund të jetë helmim i lehtë, aloe vera mund t'i japë një dëmtim të lehtë, ose mund të kalojnë shumë toksike. Ka shumë shëra klinike që ato i japin, që njerëzit duhet të mos i neglizhojnë. Të vjella, jargëzim nga goja, Kanë shenja që tregojnë që macja ose qeni që ne kemi në shtëpi mund të jetë helmuar nga gabimet që kemi aty. Jashtësitje, diarre,